Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin për ditën e sotme dhe temën për të cilën do të diskutojmë sot. Në fakt, me që jemi në prag të datës 22 nëntor, pra ditës së alfabetit të gjuhës shqipe, do të flasim pikërisht për këtë datë të rëndësishme dhe për alfabetin shqip me albanologen Donika Bakiu. Përshëndetje Donika, mirë se erdhe. Faleminderit shumë Mariano, përshëndetje juve. Për mua është kënaqësi të jem sot në emisionin e pasdites në TV Koha dhe kam thënë gjithmonë dhe të jem në një pjesë tjetër të botës, për TV Kohën gjithmonë do jem këtu, sepse është televizioni që më ka dhënë për herë të parë mundësi të dalë në publik. Faleminderit shumë. Faleminderit Donika, faleminderit që gjithmonë na nderon. Atëherë fillimisht të flasim për atë se çfarë përfaqëson muaji nëntor. Është muaji i festave, është muaji i shqiptarëve thënë ndryshe, po për juve personalisht dhe profesionalisht, çfarë rëndësie ka? Për mua, muaji nëntor ka një rëndësi të madhe, them të drejtën është ama muaji i shqiptarëve, që nga njëshi kur fillon, ne kemi atë ndjesinë e veshjes kuqezi, e flamurit, apo dita e flamurit, dita e alfabetit, të me thënë lidhet gjithmonë me ne si shqiptar. Për mua personalisht më vën të kthehem tek rënjët edhe një herë, të me thënë 28 nëntorin ta marr, ditë Skënderbeun ose ditëlindja e Ademi Asharit, është përsëri 1912 e Vlorës. Gjithmonë më lidhen me atë me gjuhën, me 22 nëntorin pastaj kongresin e manastirit. Gjithçka lidhet me atë kuqezin, me vjershat që kemi mësuar gjithmonë për gjuhën shqipe, kurse profesionalisht gjithmonë më lidh me atë se sa më shumë projekte të bëjmë për gjuhën, të mos e lëmë larg qoftë ta humbim gjuhën shqipe asnjëherë që do të ndodhe, po të bëjmë sa më shumë projekte, sa më shumë ta shohim atë përpara, sepse ja vlen gjithmonë. Është gjuha jonë dhe nëntori është muaji i festave, është muaji i shqiptarëve. Kudo nëpër botë shqiptarët festojnë, të shohim nga atë dhe edhe në SBA, edhe në Gjermani dhe kudo gjetiu organizohen festa dhe është diçka e bukur që kudo ku ka shqiptar, madje edhe te Arbreshët e Kalabris ka festë. Kudo ka festë. Sigurisht. Është ajo atmosfera festive që mbizotron gjithsesi në muajin nëntor. Por çfarë simbolike ka për ju dita e alfabetit? Meqenëse se jeni albanologe, keni studiuar këtë drejtim, pra çfarë rëndësie dhe vlere ka kjo ditë? Ka një vlerë të rëndësishme, simbol të rëndësishëm, sepse pa alfabet, pa shkronjat, nuk do ishim këtu ku jemi sot. Nuk do kishim një alfabet që ne shkruajmë të gjithë njëjtë. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe kudo ku ka shqiptar. Pa alfabetin që kemi sot, ne nuk do kishim mjet komunikimi, sepse pa alfabet nuk mund të shkruajmë. Prandaj ka një simbolik të rëndësishme. Kjo ditë 22 nëntori, gjithmonë na kujton ata që dhanë maksimumin për ta bërë alfabetin, sepse edhe e kujtojmë gjithmonë me mall, me nostalgji, dhe të mos ishin ata, ne sot nuk do kishim alfabetin. Të me thënë, kemi nder dhe kënaqësi, sepse në vendin tonë rrjedh një gjak i tillë. Sigurisht do të flasim edhe për drejtshkrimin e gjuhës shqipe në pjesën tjetër, por dua pak të ndalem edhe në atë se sa është e rëndësishme që të rikthehemi tek kongresi i manastirit edhe tek ato figurat ose personalitetet historike që kanë mundsuar unifikimin e këtij alfabeti. Është shumë e rëndësishme, themi të drejtën kongresi i manastirit e mbajmë që si fëmijë kur në shtëpi foleshte për kongresin e manastirit, nga mami im apo nga gjyshrit, më pas në shkollë, ka një rëndësi të madhe kongresi i manastirit, sepse 1908 në manastir janë mbledh dietarët nga kudo për ta njësuar alfabetin, për të pas një alfabet që sot kemi dhe gjithmonë sot e kësaj dite kur kthehemi në manastir, shkojmë e shohim muzeun që është sot. Themi të drejtën, shpesh herë e them, është muzeu që ne e dëshirojmë, ndoshta jo, ndoshta duhet punojmë shumë më tepër nga ky aspekt që të jetë atje ku duam edhe ne. Kongresi ka një rëndësi tepër të madhe, sepse pa të kongres nuk do ishim sot ku jemi. Kongresi i manastirit gjithmonë na jep ato themelet tona të shëndosha, ato figura që gjithmonë kur i kujtojmë me një krenari të veçantë, sepse janë bërë emra që janë gdhënë përjetësisht në historinë tonë shqiptare. Ke pasur në fakt këtë ndjesi edhe gjatë kohës kur ke studiuar gjuhën shqipe? Gjithmonë, që nga fëmijëria, edhe kur kam studiuar, madje e mbaj mend kur na ushtronin profesorët, sepse në UL organizonim shumë orë poetike ose manifestime për nder të 22 nëntorit apo 28-it, e mbaj mend kur më thoshin profesorët, Donik, duhet ta bëjmë më me ndjenja, do të thënë e kemi atë ndjesinë të lindur, sepse duhet të na shohin profesorët apo audienca që ishte atje, këtë ndjesi e kam pas gjithmonë, madje që nga fëmijëria deri tani kur flas, e kemi ajo ndjenjë gjithmonë duhet me ne.
Po, megjithatë të flasim edhe pak për identitetin gjuhësor. Sa mendoni se si ruhet sot identiteti gjuhësor, e sidomos mes të rinjeve? Tash këtu do më prekish pak tel kur themi. Të rritë sot, neve kemi rrjetet sociale apo që kemi gjuhët e huaja që gjithmonë ndikojnë te gjuha shqipe, siç është gjuha angleze apo tani edhe gjuha gjermane. Të rritë sot e ruajnë identitetin, po më me vështirësi sepse e shoh që shumë fjalë huaja. Vazhdojmë fjalë duke pas fjalët tona shqipe, të rritë sikur duket vetja më modern, ta themi më mirë në gjuhën angleze se sa në gjuhën shqipe. Kjo ndonjëherë shpesh më bën të ndjehem çuditshëm edhe mua, sepse duke qenë fjala shqipe, ne themi atë, e thon atë në anglisht, po edhe unë ndonjëherë e them, gabimisht, po e themi. Them të drejtën, të rive duhet t'ju bëjmë diçka më interesante nëpërmjet leximit, nëpërmjet projekteve, sepse të rit e përqafojnë me krenari, atë të ren, atë modernen, kështu se gjuhën shqipe besoj që mund ta ofrojmë nëpërmjet diçka të re, shpesh herë nëpërmjet leximit. Biblioteka e qytetit organizon shumë orë të mira, ka shumë projekte të mira për leximin dhe ka shumë të ri aktiv aty. Po, do të thënë kjo është një ndër projektet ose aktivitetet që realizohet. Por megjithatë të flasim pak edhe për sfidat moderne, të cilët e kërcënojnë pastërtinë, le të themi, ose përdorimin e gjuhës së drejtë dhe pastër shqipe. A mendoni se ka sfida të tilla? Ka sfida, çdo ditë kemi sfida në vendin tonë, gjitha ka sfida që nuk përdoret gjuha shqipe aq sa duhet. Po çdo ditë më tepër ne sfidohemi edhe në përkthime. Sfidohemi tek të rit që marrin fjalë të huaja. Sfidohemi në atë se nuk përkthehet siç duhet, nuk shkruhet siç duhet. Të shkojmë në institucion, Ariana, dhe është e turpshme të themi profesionistë që janë të punësuar që nuk dinë ta shkruajnë mirë gjuhën shqipe. Kjo është me të vërtet diçka shumë e keqe, sepse shpeshherë na thonë neve po ju jeni gjuhëtar. Po të lutem, ne gjuhën shqipe kemi mësuar gjithë në shkollë drejtshkrimin. Nuk do me thonë se vetëm gjuhëtari duhet të di bukur të shkruajë mirë shqipen. Duhet që të gjithë të japin maksimumin që të del diçka edhe më e bukur. Pastaj, normali që në fund e sheh gjuhëtari, po të mos dim të shkruajmë është vërtet diçka sfiduese. Dhe kjo është sfidë e përditshme e jona. Sfidë është edhe në vendin tonë, do me thonë që duhet përdoret sa më shumë të jetë edhe gjuha shqipe nëpër institucione dhe kudo tjetër, dhe sfidë me të rit që i kemi gjuhën angleze përpara. Sigurisht. Por megjithatë çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri për ta vlerësuar më shumë gjuhën tonë të bukur shqipe dhe njëkohësisht alfabetin tonë shqip? Neve duhet të japim maksimumin, të organizojmë sa më tepër. Shpeshherë them seminaret ndikojnë pozitivisht. Ndikojnë pozitivisht në atë që mund të jep një rim aty idetë që ka, do të thënë si mund ta ruajmë, si mund ta flasim, si mund ta shkruajmë. Ata mund të japin maksimumin dhe e bëjnë atë. Kemi pas disa punëtori në për qendra kursesh dhe në bibliotekën e qytetit, kanë dhënë shumë ide të mira dhe them të drejtën ata janë të interesuar, por ndonjëherë varet si u stervojmë ne atyre. Po. Pikërisht kur flasim për atë se ndryshimin apo atë që duhet ta bëjmë ne si shoqëri, duhet ta fillojmë nga vetvetja. Nga vetvetja, gjithçka fillon nga vetvetja. Pra ju personalisht keni bërë ndonjë projekt, ndonjë nismë, ndonjë iniciativë keni ndërmarrë ose dëshironi të ndërmerrni në lidhje me kulturën dhe gjuhën shqipe? Patjetër, para disa vitesh kam pas në disa portale, të flas për vitin 2015-2016 kur kam filluar në atë kohë më tepër, kam pas disa leksione që jepja, dhe me thënë se si shkruhet gjuha shqipe dhe i plasonin në rrjetet sociale në atë kohë dhe në portale, çdo natë kisha nga një leksion. Do me thënë si duhet shkruhet, çfarë duhet bëhet, dhe vazhdoj tani, besoj që do kem një projekt pak më të gjatë me bibliotekat, me disa institucione të gjuhësisë, sepse si duhet të shkruajmë, çfarë duhet të përdoret dhe si. Akoma është në rrugë, akoma e punoj atë projekt dhe besoj se do e sjellim në dritet atë. Dhe do të thënë si albanolog ke dhënë një kontribut të rëndësishëm në vlerësimin, le të themi, të gjuhës dhe alfabetit shqip apo jo? Besojmë se po tani ende është herët dhe ende duhet të punojmë. Asnjëherë nuk është mjaft. Gjithmonë kemi atë se duhet ende të japim maksimumin për të arritur një pikë, në oqean të jemi një pikë vetme. Po, megjithatë të ndalim pak edhe tek ajo që cila ka qenë ajo këshilla ose ajo porosia më e bukur që ti ke marrë gjatë gjithë, le të themi, karrierës tënde për ruajtjen e identitetit kombëtar. Ruaje gjuhën shqipe si syt, sepse është pasaporta jote më e bukur. Që kudo që jesh, ka një profesori im. Do të thënë është pasaporta jote, kudo që shkosh dhe kur mos u turpro me atë që je. Sepse ne shpesh e kemi atë se shqiptar, ndiu thoshte gjithmonë krenare me atë që je.
Edhe kjo më pëlqen gjithmonë, sepse të jesh shqiptar është krenari. E në fakt urimi këtu të kujtimet e fëmirisë, ka pasur ndonjë moment nga fëmiria jote që është lidhur me nëntorin, apo që e kujtoni me nostalgji? Ariana, gjithmonë, unë kam qenë nxënëse e shkollës fillore në Enfrashit Tetov, dhe them drejtën vitin e kaluar, kur isha për 28 nëntorin, më caktuan të jem në shkollën fillore në Enfrashit Tetov, sepse aktualisht punoj komunën e Tetovës, edhe i them, duhet shkoj te shkolla ku kam recitu vetë si fëmin atë kohë. Edhe them drejtën, kur jam ul atje, më kapi nostalgjia. Kur dilni fëmijë dhe kujtojsha vetveten në atë kohë kur recitoja për 28 nëntorin, madje edhe poezinë dhe mbajment. Çuditërisht. Ka qenë për festat e 28 nëntorin fiks. Edhe vitin e kaluar pikërisht ishte edhe mësuesja ime Behie Bexheti, shfrytëzoj rastin ta përshëndes përzemërsisht, dhe i them mësuese e mbajment veten atje lart. Tha edhe unë e mbajment, po shumë vite kanë kaluar. Mirë, po nostalgjia është gjithmonë me ne. E mbajment kur recitonim si fëmijë dhe kur na thonin, ama ju duhet të flisnin atë kohë, se kuptoja me ndjenja, do me thonë të flasish sa më bukur, ngrije zërin, ule zërin, në atë kohë kam qenë një fëmijë 10 vjeçar. Tani kur e kujtoj, them, ata mësues vërtet janë heronj. Ka dhënë maksimumin për ne, dhe ndonjëherë kuptonim, ndonjëherë jo, se tani kuptojmë normal që kemi kaluar një moshë, por në atë kohë kanë dhënë maksimumin me muaj të tërë, sepse si duhet na përgatisin, dhe gjithmonë kur shkoj në shkollën fillore në Enfrashi, më kapoj ndjesia, domethënë veçanërisht për festa, sepse gjithmonë kemi recituar, kemi luajtur drap, dhe më kujtohet ai fakt që kanë dhënë, besoni, 2-3 muaj radhazi se si duhet luajt një dram, se si duhet të recitohet. Dhe tani, kur e kujtoj, them, vërtet krenari që kam qenë nxënëse asaj shkolle. Sigurisht, krenari. Po megjithatë të flasim edhe pak për shkrimin, drejt shkrimin e gjuhës shqipe. Ku bëjmë më shumë gabime, ku duhet kemi më shumë kujdes? Gabime bëjmë të gjithë. Të filloj edhe nga vetja. Neve në studime kur ishim, profesor Mustafa Ibrahimi na thoshte, kur të bësh një shkrim, jepja kolegut të ta korrigjoj, sepse ndonjëherë ne vetë nuk i shohim. Dhe me thënë njëri tjetrit. Edhe ne në studime e bënim zakonisht. E bëja shkrimin, ja jepsha kolegës dhe ma jepte, e korrigjonim. Të rritë bëjnë, shpesh ë-ja t'i harrojmë, mirë e shënojmë pa ë, shpesh herë, dhe ku nuk duhet një ë e shënojmë kam dhe jam, nuk shënon me ë në fund, po ne i shënojmë, shohim raste të tilla. Gabime të shumta gjuhësore ka, shpesh herë thonë, ju gjuhëtarët qihni, po shpesher u them që gjithë ne duhet t'japim maksimumin. Nuk do me thënë se nuk je gjuhëtar edhe do bësh gabime, sepse nuk është në rregull. Nuk është në rregull nga ana e askujt të mos di të foljet ndihmëse nuk shënon me ë në fund. Dhe i shënojnë kam me ë, shoh statusa nga mjek, po edhe nga profesor, me ë në fund. Kam udhëtuar ose jam bërë profesor ordinar diçka, jo me ë në fund. Gjuha ruhet atje ku shkruhet bukur dhe sakt. Po. Mua më ka rastisur pikrisht folja qenë, do të thënë unë kam qenë dhe me ë në fund. Po, mirë, po në disa raste shnohet pa ë, që nuk kupton kam kafsha. Në këto raste besoj që duhet jepet më shumë kontribut edhe nga ana e çdo intelektuali, e mbi gjitha ju që jeni shumë ide bukur jo kam qenë me ë, sepse qenë bëhet kafsha aty. Shumë shpesh më ka rastisur që ta shoh edhe nuk e kam kuptuar unë kam qenë apo unë kam qenë. Po ka një poezi ku thotë për një shkronjë që ku ti se vë fjala der bëhet erë. Po pikrisht, prandaj e kam fjalën që këtu duhet më shumë të kontribuojmë të gjithë së bashku, qoftë përmes emisioneve, që të logojmë edhe nëpërmjet emisioneve, shumë bukur e tha, qoftë nëpërmjet emisionet luajnë një rol të rëndësishëm sepse gjithë shikojmë televizor. Nëpërmjet emisioneve, nëpërmjet projekteve, nëpërmjet seminareve, gjithë shka që kemi t'japim maksimumin për të dukur edhe më bukur. Dhe për të shkruajtur bukur gjuhën shqipe. Po me gjitha çfarë mesazhi do t'ju jepni të rinjeve sot, pra që jemi në prag të festës alfabetit? Dhe u kisha thënë të ruajnë identitetin, sepse është pasaporta më e bukur, siç e thash nga fillimi, ta shkruajmë bukur gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe është gjuha më e bukur që mund të ekzistonte sikush e do gjuhën e vet, edhe ne duhet ta duam gjuhën tonë, të mos na vijë turp, të mos i përdorim fjalët e huaja, duke i pasur ato tonat, sepse gjuha shqipe është e pasur me shumë fjalë të bukura, fjalë shqipe dhe të japim maksimum të gjithë bashkë, sepse ne kemi një rinit mrekullueshme dhe besoj që ta ruajmë bashkë gjuhën.
Po, megjithatë, sot Universiteti i Evropës Juglindore shënon dhe 24 vjetorin e themelimit të tij, ti ke qenë produkt i këtij universiteti. Çfarë kujton nga koha e studimeve, si do e kishe përshkruar pak a shumë këtë kohë edhe çfarë do i kishe uruar këtij universiteti? Unë u rita, Ariana, tamam mirë e tha produkt. Që nga viti parë në studime, unë e mbaj mend kam qenë atë kohë me babin tim bashkë në ditën e hapur, kur kemi vendosur që do jem pjesë e UEL-s, e mbaj mend isha maturante. Dhe duke ishte gjithçka shumë bukur, shumë me nostalgji e kujtoj majin e vitit 2012. U regjistrova në UEL, isha 3 vite si studente e ciklit parë, po kam qenë atë periudhë edhe në Parlamentin Studentor, duke pas pozita të rëndësishme në atë kohë, si antare e Quality Team, antare e Senatit, antare e Këshillit Fakultetit, antare e Eurojdes Revistës, lektore, redaktore aty. Them të drejtën e kujtoj me një nostalgji, sepse më ka dhënë gjithçka. Gjithçka që doja të na jepshin mundësi. Për herë të parë në konferencë shkencore, ato më kanë thënë ti e do shkencën, urdhno. Asnjëherë nuk do kisha sot 34 punime shkencore në këtë moshë, të mos i kisha krap profesorët e UEL-s. Kanë dhënë gjithçka që kanë mundur dhe shpesh herë po të marr të flas për UEL-n, duhet të shkruaj një libër me vëllime. UEL sot ka për vjetorin 24, për mua një fener i shëndritshëm i dijes, sepse më ka dhënë çdo gjë, më ka dhënë nga ajo që ndonjëherë kur ti nuk i beson vetes, e ata të besojnë më tepër. Shpesh herë u thoja profesor, unë nuk i besoj domethënë vetes në atë shkallë sa ju më besoni. Gjithmonë më thoshin, atë që ti e ke përgatit nuk mund ta di askush më mirë se ti. Dhe gjithmonë kur dinim në publik, thoshin tani ti je më e mirë se ne. Dhe me thënë të kisha të bindje që ti je më e mirë se ne. Dhe më su friko fare. E mbaj mend kur kam shpall doktor honoris causa në vitin 2016, ka pas shumë të pranishëm sallë, dhe mbaj mend profesori kur kanë ushtruar me ditë, si duhet të shpall, se duhet të shpallet në 3 gjuhë, më thoshte gjithmonë, mbaj kokën lartë, edhe s'ka më të mirë se ti sot këtu. E mbaj mend këtë si sot, UEL është tamam ai universitet, ai fener i shëndritshëm, ai frymëzim që e kam sot e kësaj dite, buron nga aty, dhe kudo qoftë jem kudo të çoj jeta ndoshta në ndonjë vend tjetër apo ndonjë institucionit, kudo që kam punuar, gjithmonë thoja unë jam produkt i UEL-s. Edhe në Ministrinë e Shëndetësisë kur punoja, edhe në Vizion Akademi, edhe në kompaninë Gjirafa, edhe në komunët e Tetovës, gjithmonë them unë jam produkt i UEL-s. Sepse kanë dhënë maksimumin për ne dhe besoj që kudo që të shkojmë, t'i bëjmë ata krenar, ashtu siç na kanë bërë ato neve. Po. I thatë këtij universiteti, çfarë do ju kishe uruar? Kështu falënderim publik, ku ka më mirë se një falënderim i tillë publik. Vetëm suksese, mbarësi dhe le të vazhdojnë që t'japin maksimumin siç e kanë dhënë me ne, dhe të vazhdojnë të bërë gjërat e reja. Ata gjithmonë janë frymëzim për studentët e tyre, kudo që ne shkojmë. Po. Dhe ne ty, Donika, të urojmë mbarësi dhe suksese në karierën tënde të më tutjeshme. Faleminderit që sot na nderove për të folur për ditën e alfabetit edhe për drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Faleminderit shumë Ariana juve. Unë jam këtu gjithmonë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte jona. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarën edhe për ditën e sotme, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.